Përshëndetje, quhem Eltisa Abilo. E nderuar moderatore, të nderuar shikues, unë jam grua e thjesht shqiptare. Nuk jam politikane, nuk jam aktiviste, nuk jam analiste, jam një njeri që ka parë me sytë e vet diçka shumë të thellë, rilindjen e njerëzve. Kam parë iranian që kanë ardhur të shoqatën e gjatë dhe janë transformuar para syve të mi. Kam parë fytyra të lodhura, të frikësuara, të zymta, që shëndërojnë në fytyra të qeshura, të hapura, të gjalla. Dhe sot ndjej detyrim moral të tregoj atë që kam parë. Kur pash për herë të parë disa nga ish anëtarët iranian që u shkëputën nga Meku, u trondita. Ishte një tronditje që nuk më largohet nga mendja. Ata nuk ishin njerëz të zakonshëm. Ata ishin të drojtur, të stepur, flisnin pak, e mbanin kokën e ulur. Dhe mbi të gjitha kishin diçka të çuditshme në sytë e tyre. Një frikë e heshtur, një lloj pasigurie që e sheh vetëm tek njerëzit që kanë jetuar në izolim. Më kujtohet që mendova me vete. Si ka mundësi që këta njerëz duken kaq të shtypur? Çfarë kanë përjetuar? Dhe më vonë mësova të vërtetën. Ata nuk kishin festuar kur vitin e ri, as Nevruz, as ditëlindje, asgjë. Jeta e tyre kishte qenë një dimër i gjatë pa ngrohtësi. Unë jam shqiptare. Ne jemi rritur me këngë, me valle, me dasma, me festa, me sofrën e mbrëmjes, me drita në çdo shtëpi. Festa për ne nuk janë vetëm tradita, janë pjesë e shpirtit. Prandaj, kur dëgjova një iranian të thoshte, unë nuk kam festuar asnjë vit të ri prej 25 vjetësh, mu dridh zemra. Si mund të ketë një jetë pa gëzim, pa muzikë, pa urim, pa asnjë dritë, më duket e pabesueshme, e padrejtë, çnjerëzore. E mbaj mend shumë mirë festën e parë që organizua në shoqatën e gjatë. Ishte një festë e thjesht njerëzore. Drita, muzikë e lehtë, ëmbëlsira, njerëz që rinin e flisnin si familje. Por iranianët që sapo ishin liruar, u stepën. Disa madje u larguan në një cep të dhomës. Disa rinin ulur, të ngurtë, disa nuk hapnin gojën. Nuk e kuptonin dot atë që po ndodhte. Njëri prej tyre më tha me zë të ulët: "Pse ka muzikë? Pse festoni? Këtu lejohet?" Unë beta pa fjalë. I thash: "Po, këtu jeni të lirë. Këtu festohet. Këtu askush nuk ju dënon pse qeshni." Sytë të tij u mbushën me lot, por nuk qau. E kuptova që për ta edhe loti nuk lejohej. Atë moment u ndjeva një dhimbje të thellë, sepse kuptova se këta njerëz nuk ishin thjesht të varfër në gëzim, ata ishin të varfër në liri. Ditë pas dite, unë i pash iranianët të ndryshonin. Ishte një transferim që vetëm njeriu që i ka parë nga afër mund ta tregojë. Ditën e parë ishin të heshtur. Ditën e dytë filluan të flisnin pak më shumë. Ditën e tretë filluan të shikonin në sy. Ditën e katërt filluan të qeshnin but. Pas një jave nisën të qeshin me zë. Dhe pastaj filluan të bëjnë shaka, të tregojnë histori, të ulen mes njerëzve pa frikë. E kuptova se festa, muzika, drita, ngrohtësia ishin ilaç për ta. Ilaçi i shpirtit, ilaçi i traumave, ilaç që u mungon prej dekadash. Ishte një mbrëmje festimi i vitit të ri. Në sallë kishte muzikë të huaj, muzikë shqiptare, muzikë iraniane, dhe papritur një nga ishte anëtarët e Mek, një burr i moshuar, i qetë, shumë serioz, u ngrit. Për një çast mendova se do largohej, por jo, ai u ngrit dhe nisi të kërcej. Me hapa të thjeshtë, të ngrohtë, por të sinqertë. Ai kërceu dhe qeshi. Qeshi me zë, gati me lot. Sikur po çlirohen nga zinxhirat. Të gjithë njerëzit u ngritën ta mbështesnin, të duartrokisnin, të festojnë me të. Ai më tha: "Është era e parë pas 30 vjetësh që unë kërcej." Unë u drodha. Nuk e mbajta dot veten. Në ato momente kuptova se liria është filozofi, është çast, është emocion, është dritë. Shpesh më pyesin: "Pse të prekin kaq shumë iranianët?"
Ç'janë ata për ty? Dhe përgjigjja ime është kjo. Ata më kujtojnë familjen, më kujtojnë njerëzit që kanë vuajtur pa faj. Më kujtojnë emigrantët, më kujtojnë ata që kërkojnë një jetë më të mirë. Dhe mbi të gjitha, jeta e tyre brenda Mekë më duket e padrejtë, shumë e padrejtë. Prandaj, kur i shoh sot të buzëqeshin, ndjej gëzim, ndjej krenari, ndjej përgjegjësi njerëzore, sepse çdo njeri meriton liri, festë, muzikë, drita. Si shqiptare, dua t'i them çdo iraniani që ka dalë nga Meku. Jeni në shtëpinë tuaj. Këtu festohet. Këtu askush nuk ju gjykon. Këtu askush nuk ju ndalon të jeni vetvetja. Dhe dua t'i them botës, mos i gjykoni njerëzit vetëm si ish anëtar të një organizate. Shikojini si njerëz që kanë kaluar vite pa dritë, pa gëzim, pa festa. Dhe sot ata po mësojnë të jetojnë përsëri. Është një emocion i madh për mua të jem pjesë e udhës së tyre. Sot, ndërsa qëndroj para jush, dua të them këtë. Kur sheh një njeri të rilind, është sheh mrekullinë më të madhe të jetës. Kjo është ajo që unë kam parë te iranianët. Kam parë dhimbje të shndërrohet në buzëqeshje. Kam parë frikë të shndërrohet në qetësi. Kam parë errësirë të shndërrohet në dritë. Dhe kjo është festa më e bukur që kam parë ndonjëherë. Faleminderit.